Motër, nëpërmjet organizatave ndërkombëtare kemi bërë trajnime për temat e barazisë gjinore. Në këto trajnime ka shumë gjëra që më janë dukur pozitive dhe me vlerë që lidhen me rritjen e dinjitetit të gruas dhe të drejtave të saj. Motër, unë kam vënë re se aplikimi apo praktikimi i këtyre trajnimeve apo formimeve ka bërë që disa nga motrat e kishës të kenë vështirësi brenda familjes së tyre dhe jashtë saj. Po për shembull, çfarë motër? Çfarë u kanë mësuar që i bëjnë ato të shkojnë dhe të praktikojnë në shtëpi ato që i kanë mësuar? Po, sepse kështu po e kuptoj, apo jo? Po motër, që në ato seminare, në ato kurse u mësojnë gjëra dhe më pas shkojnë në shtëpi për t'i praktikuar. Po për shembull çfarë? Motër, siç e thash, ka shumë gjëra që më janë dukur pozitive dhe me vlerë. Kur flitet për të drejtat e grave në aktualitet, dim se ka shumë tendenca. Për shembull, një shembull do të ishte të shkosh në shtëpi dhe të thuash: duke filluar nga ky moment, do të kemi barazi gjinore. Barazi të mundësive ndaj unë po iki nga shtëpia. Kështu i thot gruaja, do një nga motrat i thot burrit. Kjo ka ndodhur në mënyrë konstante. Po iki. Po ku? Po iki të formohem, të shkollohem, të shpërndaj këtë njohuri dhe kam pak tendencën të braktisin familjen, burrin, fëmijët dhe gjërat kanë shkuar në një ekstrem. Ndaj do doja motër që ju me shumë respekt që ju të na mësoni se si të arrijmë të jemi në ekuilibër. Kur ne marrim pjesë në këto trajnime apo formime, të arrijmë të jemi në gjendje të marrim prej tyre atë që realisht mund të na shërbejë, por pa u larguar nga ajo që Zoti do nga ne si bijat e tij, si bijat e Perëndis. Po, pak a shumë po e kuptoj. Ka raste kur njerëzit mësojnë të tjerët, dhe është shumë mirë, por ka raste kur njerëzit mësojnë të tjerët nuk ua mësojnë gjëra të plota. Unë jam dakord në pjesën e formimeve për pjesën e gruas, por jo në të gjitha vendet, sepse në qytetet e rëndësishme gratë dhe vajzat kanë shumë mundësi për të studiuar, për të përgatitur për të qenë profesioniste. Në qytetet e rëndësishme kjo. Por nëse flasim për fshatrat e vegjël, të largët, të veçuar, të marginalizuar, fshatrat në të cilet është i vështirë aksesi për komunikim, atëherë aty gratë, bashkëshortet dedikohen apo ju përkushtohen vetëm rritjes së fëmijëve, punëve të shtëpisë dhe nuk kanë mundësira, sepse gjërat janë larg, nuk ka rrugë, nuk ka para për të shkolluar apo për të formuar, nuk studiojnë, rrallë ka shkolla fillore, sepse ajo që vihet re janë shkollat fillore në përfusha. Ndaj edhe njerëzit maksimumi mbarojnë shkollën fillore dhe më pas i dedikohen shtëpisë, rritjes së fëmijëve dhe punimit të tokave. Në ato seminare që sepse njerëzit nisin të japin seminare për t'ju thënë grave, jo, ju formohuni, shkollohuni, dilni nga shtëpia, sepse ju duhet të jeni një lloj si burri juaj, të njëjta të drejta dhe detyrime. E gjitha kjo është shumë e bukur, por duhen parë gjithashtu rrethanat, vendin ku ndodhen, gjithashtu duhen parë fëmijët, apo jo? Çfarë do të thoja unë? Unë do të thoja për shembull, nuk do t'ju flisja grave dhe vajzave të qyteteve, sepse ato studiojnë, kanë të gjitha mundësitë, në vend të tyre do t'ju flisja grave dhe vajzave atje, në vendet e fshehura, të largëta, ku ka vështirësi për të shkuar, kur ka vështirësi për komunikim, kur rrallë herë ka ndonjë radio apo televizor. Atyre do t'ju thoja unë, një lloj siç na thot ne grave dhe vajzave në kishë Zoti. E dini se çfarë bën Zoti me gratë në kishë? Ju jep punë, dhunti frymërore dhe ju thot se do të punojnë dhe do t'i shërbejnë Perëndis. Por në të njëjtën kohë dini se çfarë bën Zoti? Zoti thot se duhet pritur që gruaja së pari të rritë fëmijët dhe kur fëmijët janë të rritur, ajo të ketë më shumë kohë do t'i përkushtohet pjesës së shërbimit në kishë. Unë do të thoja të njëjtën gjë për gratë atje në ferma dhe në fusha, në ato vende, në ato fshatra. Nëse ato kanë fëmijë të vegjël, të presin derisa rriten dhe kur ata
largohen nga shtëpia sepse janë të rritur, atëherë do të keni më shumë kohë për të treguar veten, për të studiuar, për të mësuar zanate apo profesione, të mësosh një zanat, se si të hapësh një biznes të vogël për të bërë diçka, mund ta bëni këtë, mundeni, ama vlerësoni fëmijët tuaj. Unë mendoj se cila është ajo nën që nuk do të vlerësoj fëmijët e saj të vegjël, cila është ajo nën që do të thotë, do t'ikë nga shtëpia dhe i lë fëmijët 2 apo 3 vjeç, 4 apo 5 vjeç. Të thuash, unë do t'ikë nga shtëpia se më mësuan barazinë gjinore dhe më mësuan se kam të drejta. Ndaj miropafshim. Unë po iki të studioj, po iki në qytet, po iki në fshat të studioj. Dhe unë i braktis fëmijët e mi. Unë mendoj se asnjë nën nuk do ta bënte këtë. Një nën që do fëmijët e saj nuk e bën këtë. Dhe ne të mos presim që babai do të marrë përgjegjësitë e rritjes së këtyre fëmijëve të vegjël, sepse Perëndia që prej fillimit bëri që burri të mundohej dhe të dilte të punonte që të sillte në shtëpi atë që gjente. Këtë e bëri Perëndia, dhe Perëndia e bëri këtë që në fillim. Atëherë si shkojnë njerëzit tani dhe ndrojnë sistemin? Perëndia tha se burri duhet të punojë tokën, duhet të dalë të punojë, të shkojë të punojë me forcë, me djersë, të mundohet dhe të fitoj bukën. Kjo është ajo që duhet të bëj burri, ndërkohë që gruas Zoti i thotë se duhet të rrisë fëmijët, t'i edukoj dhe kur të jenë të rritur, atëherë ta persona mund të bëjnë një punë tjetër. Perëndia e vendosi këtë që prej fillimit. Perëndia vetë e bën këtë në kishë. Zoti një gruaje që ka një fëmijë të vogël kur nuk do t'i kërkojë që të jetë në kishë çdo mbrëmje, që duhet të ikë nga shtëpia, të lë fëmijët vetëm dhe të shkojë në kishë. Zoti nuk e kërkon kurrë këtë. Ndërkohë burri e bën këtë. Burri e bën sepse është gruaja ajo që e rrit fëmijën, është nëna ajo që i do fëmijët e saj, edhe babai i do fëmijët, por midis të dyve është nëna që i do më shumë. Kjo është kështu. Kjo është detyra natyrale që Perëndia vendosi për ne, qenjet njerëzore, dhe për këtë arsye ato seminaret dhe ilustrimet dhe studimet dhe kurset që ju japin njerëzve që vijnë nga vende të ndryshme për të dhënë kurse dhe seminare, kjo është shumë e bukur kur ju mësojnë psikologji, kur ju mësojnë vlera, shumë e bukur që t'ju mësojnë vlerat, që t'ju mësojnë respektin ndaj të tjerëve, që t'ju mësojnë të respektojnë dhe të vlerësojnë çdo person, por t'ju mësojnë gjithashtu që të mos ndryshojnë sistemin që Perëndia vendosi që në fillim. Perëndia vendosi që në familje ka një kryetar, dhe Perëndia tha se në familje kryetari është burri. Sot në kohët që jetojmë ka shumë burra që janë të papërgjegjshëm në familje, që nuk punojnë dhe gruaja është e vetmja që punon në familje, që rrit fëmijët dhe punon, madje është ajo që e mban atë. Sepse ai burr u bë dembel, kjo gjë ekziston, por Perëndia do ta ndëshkojë këtë dembel. Po. Perëndia do të jetë ai që do të sigurohet se ky dembel do të ndëshkohet. Por në familjet në të cilat burri është prezent, duke punuar dhe kontribuar, në situatën në të cilën jetojmë sot nuk mjafton puna e një pjesëtari, duhet të punojnë të dy. Ndaj edhe ne, në ditët e sotme shohim se gratë punojnë, gruaja punon dhe burri gjithashtu punon dhe të dy bien dakord që të ndajnë detyrat, gjërat që duhen bërë në shtëpi. Por sigurisht që këtu në vendet tona ka ekzistuar dominimi i burrit, maskilizmi, ka ekzistuar edhe matriarkati, ku gruaja ka autoritetin, por matriarkati është shumë pak prezent. Unë shoh më shumë maskilizmin se sa matriarkatin. Matriarkati ka ekzistuar për shkak të besimeve fetare, por maskilizmi nuk vjen nga besimet fetare, por nga fakti që Perëndia ja dha autoritetin që në fillim burrit, që është ai kryetari dhe ai mori këto karakteristika dhe filloi të abuzojë dhe të përfitojë nga titulli që Perëndia i dha. Ndaj dhe ne luftojmë në jetën tonë shpirtërore që çdo gjë të jetë e drejtë, dhe që burri të jetë shumë i përgjegjshëm, dhe meqense është kryetari i shtëpisë të dojë pjesëtarët e familjes, të dojë gruan e tij, fëmijët, të punojë dhe të kontribuojë në familje. Por duke qenë se situata është shumë e vështirë dhe parat nuk mjaftojnë, atëherë gruaja ndihmon duke punuar gjithashtu dhe bien dakord.
unë paguaj qiram, ti paguan ushqimet. Edhe nëse jetoj në fermë, prap bien dakord për shpenzimet, edhe lidhur me fëmijët. Për shembull, ti duhet ta çosh fëmijët, ti duhet të çosh fëmijët në shkollë, ose unë mund t'i çoj në shkollë, ose ti të kujdesesh për ta këtë ditë, unë kujdesem për ta një ditë tjetër, sepse jemi në punë. Kjo është barazia që duhet të ekzistojë në familje, por pa filluar abuzimin. Sepse në bazë të asaj që motra më thot, ka pasur disa motra të kishës që kanë ardhur në shtëpi për të vendosur, për të bërë ligjin. Atje më na mësuan se duhet ikin nga familja, kështu që unë iki të studioj dhe ti shiko se çfarë do bësh me fëmijët. Kjo nuk është e mirë, kjo nuk është e drejtë në sytë e Perëndis. Duhet të mendojmë për këta fëmijë, duhet të edukojmë dhe fillimisht të rrisim, dhe më vonë po, ka kohë për të studiuar, ka kohë për të punuar, për të mësuar, madje edhe për të hapur një biznes të vogël, një sipërmarrje. Ndaj të gjitha gjërat duhen bërë me mençuri. Çdo gjë me mençuri. Dhe është Perëndia i që kujdeset që të heq matriarkatet. Perëndia kujdeset që të heq maskilizmin, sepse Perëndia do t'i mësojë çdo burri dhe çdo gruaja atë që duhet bëj. Edhe nëse njerëzit ose nëse burrat vinë në kishë dhe i përulen dhe i dorëzohen Perëndis, dhe nëse duan të mësojnë rreth Perëndis, atëherë Perëndia na mëson dhe na mëson të metat që kemi, gabimet. Perëndia na korrigjon dhe na mëson dhe ndaj do të mbaroj matriarkati në kishë. Unë nuk mendoj se do t'jem prezent matriarkati apo maskilizmi, sepse Zoti bën të lirë secilin nga ne dhe do të na ndryshojë dhe do të na bëjë burra të drejtë, të përgjegjshëm dhe gra të përgjegjshme dhe të drejta. Kjo është ajo që Perëndia bën në kishë me të gjithë ne. Dhe të gjithë ne jemi krenar. Ndihemi krenar për mrekullinë dhe punën që Perëndia bën në jetën tonë. Dhe kur jemi në botë me njerëzit e tjerë, nëse dikush vjen te ju dhe qanë dhe ju thot, shikoj jetën time, situatën në të cilën jam, shtëpia ime është matriarkat, gruaja ime më qellon apo është agresive me dhunë fizike, atëherë ju çfarë i thoni këtij burri? Eja në kishë, kërko Zotin dhe do të shihni se si gruaja jote do të ndryshojë. Ose në krahun tjetër, vjen një grua dhe thot se burri është maskilist dhe i qellon dhe nuk i jep për të ngrënë, thot më rre dhe nuk më jep para për ushqimin. Atëherë i themi, eja në kishë, kërko Perëndin dhe Perëndia do të bëjë një mrekulli në jetën tuaj dhe do të ndryshojë burrin. Kjo është ajo që bën Zoti, ajo që bën Perëndia. Por Zoti na mëson që t'i rrisim fëmijët tanë me dashuri, që t'i edukojmë. Po, t'i edukojmë. Ai e do këtë dhe ai bën të njëjtën gjë me njerëzit. Ndaj ne duhet të përmbushim këto detyra që Perëndia na ka vendosur dhe ato që bëjnë ose që mendojnë njerëzit në botë, le të mendojnë dhe t'i bëjnë gjërat dhe në fund u dalin keq. Njeriu i del keq çdo projekt, çdo gjë që bën, çdo gjë që shpik i shkojnë keq. Siç e thash, e mira është t'i pranojmë, të pranojmë për shembull vlerat. Nëse ju mësojnë juve që t'jeni të edukuar, atëherë shumë mirë. Kur ju mësojnë vlera, virtyte, cilësi pozitive, të gjitha këto janë të mirëpritura, por ju nuk mund të vini këtu të shkatroni familjen time, duke dashur që unë të lë shtëpinë time, të braktis familjen time, vetëm për të thënë se jam e barabartë dhe që duhet kemi barazi apo liri feministe. Jo, sepse liria feministe nuk do të na jap lumturi, sepse ka njerëz, ka familje, ka çifte që janë të lumtur, që të dy duhen dhe do t'i ndajnë, sepse liria feministe thotë që unë duhet të ikim nga shtëpia, atëherë çfarë fitoj unë me feminizmin kur nuk kam dashurinë e partnerit tim? Jo, unë preferoj ta kem dashurinë e partnerit tim dhe do të bëj atë që Perëndia më mëson, sepse ajo që më mëson Perëndia është perfekte. Rruga e Zotit është perfekte dhe ai na mëson se si të jemi perfekt. Po. Ndaj lutuni, kërkojini Perëndis, lutuni dhe drejtohuni Perëndis në vendet ku ka matriarkat, dhe nëse këtu në kishë kanë ardhur njerëz që kanë familje matriarkat, unë e di që Perëndia po e heq këtë tani.
ose nëse kanë ardhur njerëz me maskilizmin në familje, Perëndia po e heq gjithashtu këtë, sepse Perëndia është i mençur, i ditur dhe ai na ndryshon dhe na transformon. Sa bukur është të ndjekim rrugën e Perëndisë.